Diçka që rrallë njerëz në fakt e përmendin edhe unë vetë kam harruar ta përmend ndonjëherë, është fakti që kur ti rizgjohesh shpirtërisht, do ndihesh shumë e vetmuar. Pra do përjetosh vetmin në një nivel ndryshe nga atëherë kur ke qenë në gjumë, ndryshe nga atëherë kur nuk e kishe përjetuar ende rizgjimi shpirtëror. Kjo vjen për shumë arsye në fakt, por më kryesorja është sepse nuk e gjen më veten në atë pellg energjie ku ti noton. Nuk të kuptojnë, madje ti arrin të vëzhgosh të gjitha nivelet e shqetësimeve që ata kanë, por ata nuk arrin as ta imagjinojnë shqetësimin që ti ke. Pra po thoja, është e vështirë që të kuptojnë dhe kur ti e shikojnë që jam i rrethuar nga njerëz, nga familjar, që i dua, edhe më duan, kuptohet, por nuk më kupton askush. Ti zgjedh të tërhiqesh, të izolohesh në mënyrë që ta përpunosh edhe energjinë tënde të re, të cilën ke implementuar në sistemin tënd, në aurën tënde, por të përpunosh edhe bllokimet e vjetra, sepse kur i zgjohesh nuk do të thotë që ti je njeri i shenjtë, ti absolutisht ke ende bllokime. Dhe prandaj ndonjëherë do shikosh njerëz të rizgjuar shpirtërisht që janë të izoluar ose më saktë tërhiqen atë cepin e tyre, jo sepse janë në ndjenjë më dhenj, jo sepse ju duket vetja të zgjuar, por sepse nuk e gjejnë më veten në atë nivel energjie të njerëzve të cilët i rrethojnë. Sepse në fund të ditës dhe ata përjetojnë vetmin. Zgjedhin të pinë një kafe vetëm, sesa me njerëz që nuk i kuptojnë.